me syt plot, me mendjen boshe, anatomia e mashkullit shqiptar modern. Në vendin ton të bukur, ku burrat ende krenohen që nuk pastrojnë as filxhanin e kafes dhe gratë lavdërohen se i kanë bërë flok kaçurela që mos të më marrin seriozisht, ka ndodhur një zbulim i madh. Shumë femra shqiptare preferojnë të jenë të bukura më shumë se sa të zgjuara. Për dikë kjo mund të duket si tragjike. Por në realitet është një strategji mbijetese brillante, një formë e zgjuarësisë që mashkulli shqiptar nuk e ka as në imagjinat. Sepse në një shoqëri ku truri i burrit ndizet vetëm kur ndizet ndonjë Instagram story, për çfarë të shërben të lexosh Dostojevskin kur mund të postosh një selfie me filtra super glow? Shikimi, organi më i zhvilluar tek meshkujt shqiptar. Nëse ekziston një organ që meshkujt shqiptar e kanë zhvilluar përtej çdo standardi evropian, ai është shikimi. Jo analiza kritike, jo mendimi racional, por shikimi, ai që të zhvesh nga maja e flokëve deri tek buzët e këpucëve brenda 3 sekondash dhe që shpesh shoqërohet me një "tu qa është kjo" nëse ti ke guxuar të lexosh gazetë në kafe. Nuk është për të çuditur që shumë vajza preferojnë të investojnë në qerpik 3D, ndërsa investimi në master është kthyer në luks emocional. Sepse realisht me një diplom nuk të hapet dera, por me një buzëqeshje pa arsye, të fton shefi për një kafe miqësore. Maskiliteti shqiptar, simboli i burrit që ka frikë nga gratë inteligjente. Burri shqiptar është i fortë, i drejtë, i ndershëm, derisa gruaja të bëjë një pyetje me më shumë se 4 fjalë. Atëherë ai ngres supet, kthen gotën dhe thot me bindje, gratë janë bërë shumë feministe këto kohët. Nuk durohen. Pse të durohen, kur mund të admirohen nga larg? Më mirë një femër që të bën të ndihesh boss me një kompliment të sforcuar, sesa një që të kërkon të lexosh një libër që s'ka asnjë foto brenda. A ka shpresë? Ka, por mos u nxito. Shpresa ekziston, por ngadalë. Ndoshta në 2075 do kemi meshkuj që do të kuptojnë që një grua e zgjuar është një pasuri, jo një kërcënim. Deri atëherë, sa kohë meshkujt shqiptar do vazhdojnë të zgjedhin gruan sipas formës së vetullës dhe jo për mënyrën si artikulon një ide, s'kemi ç'bëjmë, bukuria do të mbizotërojë. Dhe ajo që lexon libra? Ajo thjesht nuk e merr like, që meriton. Në një vend ku burrat duan të kenë në krah një gocë që ju bie të gjithë me sy, por që hesh si televizori i fikur kur flasin ata për hallet e kombit, vajzat kanë zgjedhur, më mirë t'u pëlqejnë syve. Se sa të lodhen duke konkuruar me një tru që nuk është ndezur që nga koha kur mbylli maturën me ndihmën e mësuesit të fizikës. Sepse, fundja, kur intelekti nuk vlerësohet, ai bëhet aksesor i padukshëm. Si një tru në kokën e një burri me sy të lidhur.